Njëri prej emrave më të përfolur kohëve të fundit për kandidat për president ish diplomati Sergjan Kerim nuk ka mohuar se do të jetë kandidat për president në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Ai po ashtu nuk ka mohuar as lajmet e mediave maqedonase të cilët kanë raportuar për takime me zëvendës kryeministrin e qeverisë së Maqedonisë Musa Xhaferi për të marrë përkrahjen e BDI-s në zgjedhjet presidenciale. Kerim këto komente i ka bërë gjatë një vizite që i bëri shkollës fillore Istiqbal në Tetov, ku edhe donoi 120.000 denar, pjesë nga çmimi 11 tetorit që i ndan atij këtë vit. Sot as që kemi menduar, as kemi biseduar në atë temë, sepse në plan të parë ishte donacioni për shkollën, një pjesë nga shpërblimi 11 tetorit dhe nuk desha që kjo ngjarje me asgjë të hizohet, tha Kerim. Ndryshe mediat maqedonase kanë raportuar ditë më parë për 3 takime të realizuara me Sergjan Kerimit dhe Musa Xhaferit, lidhur me përkrahjen që mund të marrë Kerim nga BDI-ja që të jetë president. Nuk do të komentoj asgjë në këtë drejtim, sot jemi për një ngjarje tjetër këtu në Tetov. Ju lutem që të përmbaheni në vizitën dhe qëllimin e vizitës së sotme, tha Kerim. Ndërkaq Sergjan Kerim të njëjtën ka ndarë 120.000 denar për shkollën fillore Istiqbal në Tetov. I pyetur se pse pikrisht ka zgjedhur qytetin e Tetovës që të ndajë këtë donacion, ish diplomati maqedonas tha se nëna dhe gjyshja e tij kanë qenë me prejardhje nga Tetova. Unë këtë donacion e solla në Tetov sepse në këtë mënyrë nderoj nënën time dhe gjyshën time të cilët kanë lindur në Tetov. Babi im ishte nga Shtipi, por në jetën time ndikim ka pasur shumë gjyshja nga Tetova dhe prandaj vendosa që një pjesë të donacionit ta dhuroj në Shtip dhe një pjesë në Tetov. Shkolla Istiqbal që në përkthim do të thotë ardhmëri dhe pikërisht këta nxënës janë ardhmëria e Maqedonisë. Në të ardhmen këta do të jenë udhëhecit e shtetit të Maqedonisë, kur gjenerata jon nuk do të jetë dhe ky është një investim pikërisht në gjeneratën e re, tha Kerim. Gjatë qëndrimit në këtë shkollë, Kerim ka qenë i shoqëruar edhe nga kryetarja e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, e cila theksoi se politikat e komunës së Tetovës janë në zhvillimin dhe përforcimin e procesit arsimor. Siç e dini, politikat e komunës së Tetovës janë politika për të mbajtur afër bashkëpunimin dhe ne normalisht dëshirojmë që të falenderojmë në këtë mbështetje dhe në të njëjtën kohë të themi që do të vazhdojmë edhe në të ardhmen të gjejmë mënyra të ndryshme për të përkrahur faktikisht procesin e punës në shkollat tona. Për këtë donacion falenderim ka shprehur edhe drejtori i shkollës fillore Istiqbal, Benezar Shabani, i cili tha se mjetet do të përdoren për modernizimin e procesit arsimor në këtë shkollë. Qëllimi gjithë kësaj ishte ngritja e cilësisë, kvalitetit, donimi i saj është vetëm në atë të bëjmë investim në arsim. Ardhmëria e jonë është tek brezat e ri, brezat të cilët do vinë pas nesh.